Përshëndetje, edhe faleminderit që jeni në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Unë jam në fakt me zonjën Aida Bello. Ajo është një pronare e një biznesi të vogël në Sarandë dhe do të flasim sot për pjesën e favorizimit të klientelist nga ana e Bashkisë së Sarandës. Pra, ju keni dyshimet tuaja se dikush tjetër po favorizohet më tepër se sa qytetarët e tjerë apo biznesmenët e tjerë në zonën e plazhit të Sarandës. Për ta sqaruar më qartë, për çfarë bëhet fjalë? Atëherë, ne kemi kontraktuar prej vite një plazh në qytetin e Sarandës tek rruga Butrinti. Kemi të 6 vit që aplikojmë te Albania për të fituar këtë parcel plazhi. Në momentin e parë, na ka ardhur një përgjigje me email në datën 18 janar, ku thot që duhet të paraqitemi pranë bashkisë për të vendosur pagesat në bazë të metrave dhe përsëri ti ngarkojmë te Albania dhe ne të vazhdojmë punën siç kemi vazhduar çdo vit me sistemimet, me rregullimet, ndërkohë që po bën 2 muaj dhe pak dhe bashkia akoma nuk i ka marrë parasysh të gjitha këto vonesa që po na ndodh. Dhe ne kemi dyshimet tona që ajo do të favorizoj dikë tjetër. Çfarë ju thot bashkia? Çfarë ju thot? Bashkia na thot që hartat nuk janë bërë akoma gati. Ndërkohë që hartat janë bërë gati sepse ne nuk kemi se si të mund të aplikojmë nëse s'ka një hartë, nëse s'ka një njoll plazhi. Nuk kemi ne si të aplikojmë. Ne kemi dyshimet tona që ata po e sorollatin për të favorizuar dikë tjetër. Ky personi tjetër që kërkon të njëjtën sipërfaqe plazhi që edhe ne kërkojmë, ka paraqitur tek AKB-ja dokumenta të cilat nuk i ka të vërteta. Që do të thotë, ai pallati që ndodhet aty në afërsi të plazhit e ka në paraqitjen e tij tek AKB-ja, ai zotria e ka paraqitur si hotel me 28 dhoma, kur në fakt ai ka vetëm 5 apartamente aty. Dhe për 5 apartamentet që ai ka shkruar 28 dhe i bie sipas matematikës që ai të marrë sipërfaqen që është atje dhe ne të mund të marrim një pakicë shumë të vogël të metrove që ndodhen atje. Me të vetmen arsye për të favorizuar ky personi që po pretendon të marrë më shumë të territor këtë vit, vitin e kaluar, a ishte pjesë edhe ky? Jo. Vitin e kaluar nuk ka qenë pjesë, asnjëherë nuk ka qenë pjesë. Ne jemi drejtuar edhe AKB-s me shkresë, jo me shkresë, por me një letër pasi unë kam qenë te zyrat e AKB-s, kam dënjur atje për 2 orë. Dhe AKB-ja në bazë të rezistencës tonë, mezi ka arritur të na presi drejtori. Dhe na ka dhënë një përgjigje. Ne kemi bërë një letër në datën 27 shkurt dhe AKB-ja na ka kthyer një letër në datën 7 mars. Tek ajo letër unë kam kërkuar që të bëhet verifikimi i dhomave të zotrisë, pasi zotria nuk i ka të gjitha dhomat që pretendon në anën e detit. 28, po ka vetëm 5. Dhe AKB-ja na ka kthyer përgjigje në datën 7 mars, por përgjigja e AKB-s nuk ka të bëjë me kërkesën që ne kemi bërë, që ai të vi të verifikoj dhomat e zotrisë. AKB-ja thot, ti do është miratuar, edhe ati ish miratuar, thot. Ti ke kaq dhoma të takojnë 20 çadra, pasi unë disponoj 10 dhoma hoteli dhe sipas mendimit të atyre më takojnë 20 çadra, kurse zotria ka 28 dhoma dhe sipas mendimit të atyre i takojnë 56 çadra. Atëherë, për të sqaruar, juve me numrin e dhomave që keni, a korrespondon me numrin e çadrave që ju jep bashkia gjithmonë me territorin? Jo, me territorin nuk korrespondon, sepse ne si territor vitin e kaluar kemi patur 390 metra, përfshirë edhe beach barin të cilin e kemi patur me leje. Përfshirë dhe beach barin atje në këto 390 metra. Kurse si vjet, nuk e di se si do procedohet, sepse këta nuk po na japin as edhe një sqarim. Thonë që do ju në bazë të kërkesës dhe në bazë të dhomave që keni do merrni 20 çadra, por këta na sorollatën, na thonë që as hartat janë gati dhe juve do prisni, na thonë.
Që në Ndërkohë që në 18 të janar njëjtën periudhë në vitin e kaluar, ju i kishit përfunduar këto punë. Po, sepse po vjen sezoni turistik dhe ne duam të bëjmë përgatitjet tona, sepse nëse dikush e njeh se përse bëhet fjalë, aty mund të shikoni që duhet një punë shumë e madhe vit për vit, sepse atje është gjithçka me dru dhe dallgët e detit e prishin. Vetëm një thirrje në fund se çfarë kërkon pas kësaj interviste. Unë harrova të shtoja edhe diçka, deri tek Ministria edhe Turizmit kam dërguar një letër për ta vënë dhe atë në dieni në mënyrë zyrtare për këtë problem që po hasin. Dhe dua nga AKB-ja dhe nga bashkia të mos bëj sorollatje, të bëj verifikimet dhe ne të vazhdojmë punën të qetë, të mos të na futi as në konflikte me njerëzit, as me institucionet dhe me askënd, sepse kërkojmë që atë punë që bëjmë ta bëjmë të ligjshme brenda rregullave dhe të mos vi dikush tjetër atje nesër, të kemi konflikte dhe shumë gjëra të tjera që mund të ndodhin një pas një, sepse ka ndodhur edhe raste kur ka patur konflikte. Ne nuk duam të kemi konflikte, nuk duam të zvarritemi nga AKB-ja dhe nga bashkia. Me personin që folët deri tani, keni pasur në konfrontim, në konflikt? Po, personi që pretendon dhe ai që të vi te njëjta parcel që bëhet fjalë, nuk është se kemi patur konflikt fizik, por me fjalë patjetër që kemi patur, jo ikni ju se do ta marr unë, se është anë e detit këtu dhe më takon mua, sepse është e imja, kur në fakt atje toka është shtet. E kuptoj. E gjithë via bregdetare është shtet.